Ndërsa lufta në lindjen e mesme ka tronditur trafikun ajror dhe lëvizjet në mbar botën, Scanintel ka analizuar peshën e hyrjeve që kanë patur vendjet e lindjes së mesme në vendin tonë për gjatë 2 viteve të fundit. Sipas llogaritjeve mbi të dhënat e Instat, hyrjet nga vendet e lindjes së mesme përbënin rreth 3.4% të totalit të hyrjeve të shtetasëve të huaj në Shqipëri në vitin 2025, nga 3.2% në një vit më parë. Nëse përjashtohen Turqia dhe Qipro, pesha e këtij grupi zbret në 0.86% të totalit nga 0.35% në vitin 2024. Megjithatë, panorama e hyrjeve nga lindja e mesme ka qenë e përzier. Në vitin 2025, Shqipëria regjistroi rritje të fortë të hyrjeve nga Izraeli, Jordania, Siria, Qipro, Egjipti, Iraku, Palestina, Libani, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Irani. Në të kundërt, hyrje të ra nga Arabia Saudite, Bahreini dhe Kuvajti. Përveç ndikimit të drejt për drejt në rajon, lufta në lindjen e mesme mund të ketë ushqyer edhe një ndjenjë më të gjerë pa siguri të udhëtarët. Në periudha tensionesh, frika nga përshkallëzimi i konfliktit mund t'i bëjë turistët të shtyjnë, rishikojnë ose anullojnë planet e tyre të udhëtimit, edhe kur destinacioni i zgjedhur nuk lidhet drejt për drejt me zonën e konfliktit. Por sa është reflektuar kjo në realitet? Unë mund të jap atë që ne kalojmë në përdor. Për shembull, janë anulluar komplet fluturimet nga Izraeli që do vinin tani në fund të marsit. Do fillonin në fund të marsit dhe mund të vazhdonin deri në tetor-nëntor. Këtë vit ata kishin më tepër fluturime, jo vetëm një kompani ajrore, por 2 kompani ajrore nga Izraeli do ishin këtë vit. Ndoshta fillojnë më vonë nëse situata përfundon, po që për momentin ka anullime, pra tërësisht anullime. U anulluan edhe udhëtimet e shqiptarëve drejt Dubait, Emirateve, një pjesë mbeti atje. Pra, këto ishin pasojat direkte në anullime të udhëtimeve, por indirekt, unë mund të them, në ditët e para pas luftës, rezervimet, prenotimet zbritën deri në 80% më poshtë se sa mesatarja që kishim para luftës. Në vitet e fundit edhe shqiptarët kanë treguar një prirje gjithmonë më të madhe për të udhëtuar jashtë vendit, mes destinacioneve që kanë fituar terren në këtë periudhë ka qenë dhe Dubai. Në këto kushte, për udhëtarët shqiptar që kishin planifikuar Dubain si destinacion, pyetja që shtrohet është se cilat mund të jenë alternativat e tjera të sigurta dhe të favorshme për të udhëtuar. Nëse ne flasim për produkte të caktuara, natyrshëm që një produkt që është i ngjashëm mund të ofrohet edhe nga vende të tjera. Për momentin, Turqia nuk është destinacion i prekur me anullime. Është më shumë i prekur si destinacion me vendimmarrje për të udhëtuar, për ta marrë vendimin sot për të udhëtuar gjatë verës, pra më shumë një shtyrje të vendimmarrjeve. Dhe unë nuk besoj se Turqia për momentin do jetë destinacion i mohuar, le të themi. Besoj që do vazhdoj rezervimet, do rifillojnë dhe do ketë shtesë. Ndërkohë, Dubai nuk është se ka ndonjë produkt që mund të përsëritet si destinacion duke ofruar destinacione tjera me të njëjtin ngjashmëri, por lëvizjet e shqiptarëve do të jenë më të shumta drejt Europës, duke zgjedhur ato pushimet e shkurtra të fundjavave,